Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se pas miratimit të vendimit për bartjen e mjeteve buxhetore nga viti 2024, Ministria e Financave ende se ka bërë alokimin e tyre. Ju njoftojmë se me 27 nëntor 2025, Asambleja Komunale e Prishtinës ka miratuar vendimin për bartjen e mjeteve buxhetore nga viti 2024. Megjithatë, deri më sot, më 2 dhjetor 2025, mjetet financiare ende nuk janë bartur nga Ministria e Financave në buxhetin e komunës së Prishtinës, thuhet në njoftim. Komuna tha se në momentin që mjetet alokohen në buxhetin e komunës së Prishtinës, qytetarët do të informohen menjëherë përmes kanaleve zyrtare të komunikimit. Përmes këtyre mjeteve pritet të lëshohet për qarkullim trafiku urban, i pezulluar tash e sa ditë në mungesë të financave. Ky njoftim nga kryeqyteti demanton asamblistin e lëvizjes vetëvendosje Gzim Sveçla, i cili ka thënë se Ministria e Financave përmes të sarit ia ka transferuar komunës së Prishtinës 28 milion eurot nga të hyrat vetanake të komunës, për të cilat të enjtën u mbajt mbledhja e jashtëzakonshme në kuvendin komunal të Prishtinës. Në këtë situatë, protestat e punëtorëve të ndërmarrjes trafiku urban, por edhe të atyre të kompanive private, ka vazhduar edhe këtë të martë. Madje ata paralajmëruan se nesër do t'i radikalizojnë veprimet e tyre protestuese, duke bllokuar rrugën UÇK dhe prapa teatrit, dhe se do të pengojnë hyrjen te komuna dhe qeveria. Ata që janë përgjegjës, pikërisht neve jemi para komunës ku ndetyrohet komuna ndaj nesh për me shly borxhin. Në këto momente që po flasim, as dje, as sot, as kush nuk u drejtua as pej komunës në masën e punëtorëve tonë. Lutem që të dalin. Sot është afati i fundit për reflektim. Në të kundërtën, nga nesër, i gjithë segmenti rrugor do të bllokohet me të gjithë autobusat me kapacitetin që kemi trafikut urban, edhe që pej mëngjesit sindikata do të organizojë protestën që mëngjes në darkë. Edhe këto nuk kanë me pas lëvizjen e lirë me funksionu, si komuna si qeveria. Andaj, besim me shpresë se në këtë komunikat do të thirret komuna, njëkohësisht që është general për neve, edhe ministria do t'i bëjë apo i ka bëu, ato nuk i dim, nuk futim në ato. Neve komuna në helikopterët ne të kërkojnë llogari për ato palë që i kanë bëu marrëveshjen me neve në të helikopterët, e atje ministria do t'i përgjigjet për vendimin që ka marrë Asambleja Komunale. Qeverisë po i kërkohet buxhet edhe nga një tjetër institucion. Antari i KQZ-s nga radhët e PDK-s, Ilir Gashi, i ka bërë thirrje qeverisë që ta ndajë buxhetin për zgjedhjet e parakohshme të Kuvendit të Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor, duke krahasuar se çdo përpjekje për ta parcializuar buxhetin do të konsiderohet ndërhyrje dhe cënim i procesit zgjedhor. Ndarja e buxhetit për operacionet zgjedhore është parakusht thelbësor për fillimin e përgatitjeve për zgjedhjet. Asnjë proces prokurimi apo kontraktimi nuk mund të nisë nga sekretariati KQZ-s pa siguruar më parë buxhetin. I bëj thirrje qeverisë në detyrë që urgjentisht të ndajë buxhetin e kërkuar nga KQZ-ja. Çdo përpjekje për ta parcializuar buxhetin do të konsiderohet ndërhyrje dhe cënim i procesit zgjedhor. Prandaj, buxheti duhet të ndahet pa humbur kohë në çdo cent, ashtu siç është kërkuar, shkroi Gashi. E se buxheti nuk është ndarë akoma, u konfirmua në mbledhjen e mbajtur sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Aty, drejtori i zyrës për regjistrim dhe certifikim, Besnik Buxhala, konfirmoi se kanë dërguar kërkesë në Ministrinë e Financave, mirë po nuk është pranuar akoma përgjigje.
Në mbledhjen e së martës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u diskutua për buxhetin e këtij institucioni për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Anipse KQZ kishte miratuar planin e buxhetit më 25 nëntor, drejtori i zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhala, tha se ende nuk është marrë ndonjë njoftim për buxhetin nga Ministria e Financave. Pra, KQZ ende nuk është pajisur me mjete financiare. Kërkesa zyrtare drejtuar qeverisë me vlerë 11.5 milion euro nuk është përfillur ende nga ana e kësaj ministrie. A mund të na informoni se deri ku ka shkuar çështja e miratimit të buxhetit, sepse pa buxhet nuk mund të zhvilloni asnjë operacion zgjedhor? Pyeti Ilir Gashi, antar i KQZ-s nga radhët e PDK-s. Më 25 nëntor 2025, KQZ ka miratuar planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme të Kuvendit të Kosovës. Ne me njëherë të nesërmën, përmes kërkesës, përmes arkivit dhe emailit, i kemi dërguar në Ministrinë e Financave. Aktualisht nuk kemi asnjë njoftim lidhur me kërkesën që është parashtruar, u përgjigj Buzhala. Derisa KQZ po përgatitet për zgjedhje, partitë kanë shtuar aktivitetin. Në ditëlindjen e presidentit historik Ibrahim Rugova, kryetari i LDK-s Lumer Abdigjiku bëri të ditur se UK Rugova do të jetë pjesë e listës zgjedhore të këtij subjekti politik. Ai tha se gjatë vizitës në familjen Rugova, zyrtarizoi përfshirjen e UK-s në garën e radhës, të cilit i uroi edhe mbarësi. Sot, në 81 vjetorin e lindjes së arkitektit dhe prisit ton, vizitova zonjën Fana dhe familjen Rugova. Në këtë vizitë zyrtarizuam edhe përfshirjen e UK-s në garën e radhës. Me zonjën Fana biseduam edhe për rrugën e filluar 3 dekada më parë, për sakrificat e heshtura që ndoqën, për vendosshmërinë që nuk u thye asnjëherë, edhe kur Kosova ishte në udhkryqin më të rrezikshëm të historisë së saj moderne. Dhe sot, kur shteti ynë përballet me sfida të reja, mesazhi i Rugovës mbetet po ai, forcë paqësore për kushtim demokratik, orientim të pandryshuar drejt botës perëndimore, ka shkruar kreu i LDK-s në Facebook. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në 81 vjetorin e lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova, e ka quajtur atë arkitekt të pavarësisë, duke theksuar se ai mbetet frymëzim i përhershëm, simbol i qëndresës dhe i ëndrrës së madhe për një Kosovë të lirë, të pavarur e demokratike. I lindur 81 vjet më parë, arkitekti i pavarësisë, presidenti historik, Dr. Ibrahim Rugova, ishte zëri i arsyes dhe vendosshmërisë në kohë të errta, si dhe udhërrëfyes drejt lirisë dhe pavarësisë. Me urtësinë, kulturën politike dhe vizionin largpamës, presidenti Rugova e ngriti çështjen e Kosovës në majat e diplomacisë botërore. Ai mbetet frymëzim i përhershëm, simbol i qëndresës dhe ëndrrës së madhe për një Kosovë të lirë, të pavarur dhe demokratike. Trashëgimia e presidentit është testament për paqen, për shtetin sovran dhe të integruar në familjen euro-atlantike, lavdi jetës, veprës dhe idealit të presidentit historik, ka shkruar Osmani. Edhe ministrja e punëve të jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka shkruar për ish-presidentin Ibrahim Rugova në ditën e lindjes së tij. Ndoshta për shkak të emrit Abraham, në fëmijëri Ibrahim Rugova më fanepsej si profet. Më vonë konstatova se ky politikan nuk ngjante me askënd, nuk qirej, nuk mburej, nuk denigronte kundërshtarët, nuk rrihte gjoks, nuk luftonte të ishte kudo pa arsye. Prezenca dhe mungesa e tij ishin njësoj të rëndësishme. Shkroi Spiropali duke shtuar se Rugova nuk udhhiqej nga turma, por i udhhiqte ato nga errësira drejt dritës.
ndërojmë temë, zëdhënësi i dhomave të specializuara Michael Doyle ka bërë të ditur se deklaratat përmbyllëse janë planifikuar të mbahen më 9 deri më 13 shkurt 2026. Pas kësaj, siç bën të ditur ai, trupi gjykues do të mbyllë çështjen dhe do të hyjë në fazën e shqyrtimit për të arritur një akt gjykim. Akt gjykimi duhet të shpallet brenda 90 ditëve nga mbyllja e çështjes. Kur rrethanat kërkojnë kohës shtesë, është e mundur një zgjatje edhe për 60 ditë të tjera, tha Doyle. Ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hag nga viti 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm mbi fazat që i ngarkon zyra e prokurorit të specializuar. Sipas aktakuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ish-përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Federica Mogherini është arrestuar nga policia belge të martën në ndyshimin për mashtrim lidhur me financimin e një akademie për diplomatët e rinj. Policia belge ka kryer bastisje në zyrat e shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian dhe shtëpit personale si pjesë e hetimeve për keqpërdorim të fondeve të BE-s. Mogherini ka udhëhequr shërbimin e jashtëm të BE-s në periudhën 2014-2019 dhe ka qenë drejtuese e akademisë prej vitit 2022. Një tjetër punonjës i Kolegjit të Evropës i përfshirë në Departamentin e Edukimit është ndaluar po ashtu, sipas raportimeve, teksa edhe zyrtari i lartë i Komisionit Evropian Stefano Sanino është ndaluar po ashtu. Ai ka qenë sekretari përgjithshëm në kohën sa Mogherini udhëheqte shërbimin e jashtëm të BE-s. I kthehemi zhvillimeve në vend. Prokuroria themelore në Prizren ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë ndaj 9 personave në lidhje me rastin e laboratorit të drogës që u zbulua më 23 prill të këtij viti. Ata dyshohet se në 2 banesa në lagjen Dardania kanë krijuar një laborator të sofistikuar ku kanë kultivuar kanabis. Sipas akt akuzës, të pandehurit kanë vepruar së bashku si antar të grupit, duke e shfrytzuar 2 banesa në lagjen Dardania në Prizren në katin e 7 dhe kanë krijuar një laborator të sofistikuar indoor për kultivimin e bimës kanabis sativa. Laboratori ishte i pajisur me llamba profesionale, sisteme ventilimi, pesticide, matës temperaturash dhe pajisje mbështetëse, ku të njëjtit kanë kultivuar dhe rritur 175 bimë kanabis sativa. Me këto veprime, të njëjtit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, kultivimi bimës së hashashit, shkurës së kokainës ose bimëve të kanabisit, nga neni 272 të KPRK-s. Dy persona janë goditur nga rryma të hënën në rrugën Skënderbeu në Gjilan, pasi ishin duke punuar në ndërimin e njësorve. Sipas raportit 24 orësh të policisë, thuhet se të 2 viktimat kanë mësuar lëndime trupore, me që rast edhe kanë pranuar tretman mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe inspektori i punës, ndërsa lidhur me rastin është njoftuar prokurori. 2 viktimat meshkuj kosovar, derisa kanë qenë duke punuar në ndrimin e njësorve, janë goditur nga rryma. Si pasojë, të njëjtit kanë mësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe inspektori i punës. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, thuhet në raport. Drejtori i policisë, Gazmend Hoxha, ka ndarë 41 vetura të reja për policët patrullues
35 prej tyre limuzina, përfshirë ato hibride dhe 6 gjipa për mbulimin e zonave patrulluese. Sipas komunikatës për media, thuhet se kjo po bëhet në vazhdon e ngritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe atyre logjistike, si dhe të rritjes së vazhdueshme të efikasitetit në punën e policëve patrullues, me qëllim që ata të jenë sa më afër nevojave të qytetarëve. Përmbushja e objektivave të planit zhvillimor strategjik dhe forcimi i qasjes proaktive ndaj kërkesave të qytetarëve tashmë mundsohet më lehtë dhe shpejt fal pajisjes shtesë me automjete zyrtare për njësitë patrulluese të stacioneve policore. Drejtori i përgjithshëm i policisë, kolonel Gazmend Hoxha, ka vazhduar me mbështetjen ndaj departamenteve policore në këtë rast të rendit publik, duke ndarë 41 vetura të reja, prej tyre 35 limuzina, përfshirë ato hibride dhe 6 gjipa për mbulimin e zonave patrulluese në të gjitha drejtoritë rajonale, thuhet në komunikatën për media. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit të shtatë, e për më të rejat e fundit keni portalin Gazeta Express. Mirëmbëjtje.